të gjithë shqiptarët në këtë 113 vjetor të pavarësisë me një mesazh të shkurtër dhe me shoqëruar pashtu edhe me një foto. Kryeministri Edi Rama ka uruar të gjithë shqiptarët me rastin e 113 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, një nga datat më të rëndësishme të historisë kombëtare. Rama kujtoi rëndësinë e kësaj date dhe simbolikën e dyfisht të 28 nëntorit, që lidhet edhe me çlirimin e krujës dhe Gjergj Kastriot Skënderbeut më 28 nëntor të vitit 1443, një moment që historia e njeh si nëntori i dytë. Urime ka ardhur pashtu edhe nga kryeparlamentari Niko Peleshi, i cili përmes një postimi në Facebook shkruan se nga faqja që shkruan historinë të dita që na bashkon të gjithëve. Dokumentet themeluese të shtetit shqiptar mbeten busolla jon historike, duke na kujtuar se liria dhe shtësia jon nisen pikërisht nga këtë faqe që i dhan formë Shqipërisë. Ato shënojnë momentet tona më të rëndësishme identitare dhe ambicien për një Shqipëri të lirë, sovrane dhe europiane. Ndërkohë, pashtu, mesazhe të shumta na kanë ardhur edhe nga të tjerë liderë, sikurse është sekretari amerikan i shtetit, i cili ka uruar shqiptarët për 113 vjetorin e pavarësisë, duke thënë se vlerësojmë bashkëpunimin ton të ngushtë. Në mesazhin e tij, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka uruar shqiptarët për 113 vjetorin e pavarësisë përmes faqes së zyrtare të Departamentit Amerikan të Shtetit, Dash, ku Rubio shprehet se vlerëson bashkëpunimin e ngushtë mes Shqipërisë dhe Washingtonit. Në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dua të uroj popullin e Shqipërisë ndërsa feston ditën e pavarësisë, shkruan në mesazhin e tij sekretari Rubio, ndër të tjera shton se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëria gëzojnë një partner të fortë, të ndërtuar mbi një angazhim të përbashkët për një të ardhme më të sigurtë dhe më të begatë. Aleanca jonë në NATO është themeli i mbrojtjes sonë të ndërsjellët dhe ne mirëpresim pashtu investime në rritje të Shqipërisë në sigurinë tonë kolektive. Përveç kësaj, partneriteti ynë në zbatimin e ligjit në Shqipëri i bën qytetarët tanë më të sigurt, ndërsa përballemi me kërcënimet e paraqitura nga grupet kriminale dhe ndër të tjera shkruan se ne gjithashtu e vlerësojmë bashkëpunimin tonë të ngushtë në adresimin e kërcënimeve kibernetike. Mirë pra, ka ardhur ky mesazhi nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio përsa i përket ditës së pavarësisë në 113 vjetorin e pavarësisë. Ka uruar të gjithë shqiptarët dhe thotë se vlerësojmë bashkëpunimin tonë të ngushtë, pra bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe Shteteve